Realiteti i tregut të punës në Shqipëri, sipas ekspertëve, tregon një ndarje të qartë mes burrave dhe grave, jo vetëm në llojin e punës që kryejnë, por edhe në përfitimet që marrin prej saj. Ne vazhdojmë dhe vuajmë ato që quhet punë për burra dhe punë për gra. Ky quhet segregim profesional. Zakonisht punët për burra sillin më shumë përfitim se sa punët për gra. Kjo vjen për shkak se jo vetëm që ka një veçim të sektorëve, por ka edhe një lloj mbi ngarkimi akoma të grave me ato që quhet punë e papaguar në shtëpi. Diskriminimi qëndron në faktin se ngarkesa e punës së papaguar në shtëpi i detyron gratë që të mos qëndrojnë në punë që i angazhojnë ato me projekte pas pune. Përtej strukturës të tregut të punës, mënyra si organizohet jeta familjare ndikon drejt për drejt në mundësitë ekonomike mes burrave dhe grave. Pajtojnë kohën e punës me kohën e përkujdesit, gjë që në fund të vitit, kur krahasohet zarfi sa ka fituar burri dhe sa ka fituar gruaja, del që zarfi i gruas është i holl 30% krahasuar me zarfin e burrit. Dhe gratë shqiptare kanë një ngarkesë kaq të madhe brenda familjes sa që harxojnë, pothuajse një turn të plot brenda shtëpisë. Për 2024-ën, Shqipëria u rendit në vendin e 23 në botë për barazinë gjinore, duke pësuar një rënje me 6 vende krahasuar me vitin paraardhës.